A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderojmë Allahun dhul xhelal, salavat e selamet ja dërgojmë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Falënderojmë Allahun dhul xhelal për çdo mirësi madhnumi që na ka dhënë, e më tepër për atë që musliman na ka bërë. Duke lutur xhella xhelalu xhella shanun që të na mundsojmë me islamin, të jetojmë për islamin, të jetojmë dhe me islamin jetën ta përfundojmë, duke thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falënderojmë Allahun dhul xhelal që na mundsoi të jemi prapë bashkë këtu dhe të vazhdojmë diskutimet tona mbi hadithet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi në temën tonë medhhebi Hanefi në bazë të haditheve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Temë e cila do të zgjatë pak mirë, po besoj që do të jetë shumë e dobishme si për ne që jemi këtu, po edhe për ata që e përcjellin. Unë i falenderoj gjithë ata që e përcjellin edhe vazhdojnë ose e shpërndajnë këtë që bëhet këtu, se në vërtet mund të gjeni ose mund të fitoni diçka që nuk e fitoni zakonisht. Pra nëpërmjet derseve të xumas ose derseve tjera nuk janë këto lloj dersesh, janë derse tjera të cilat i mbajnë zakonisht hoxhallarët, po edhe unë mesin atyre, ndërsa këta derse janë derse më shumë shkencore. Ne mundohen aty thjeshtsojmë ata që të jetë kuptueshme për gjithë secilin që i ndëgjon, po veçanërisht ata që janë këtu prezent. Unë e di që ata që janë nëpërmjet YouTube-it mendojnë që a thua vallë kur do mundim edhe ne të marrim pjesë, ne inshallah taala këto derse do të vazhdojnë edhe mbas Ramazanit do të vazhdojnë, do të mundohemi që të jemi gjithmonë me diçka të re, edhe pjesë e librit Ilamul Anam Sharh Bulughul Maram të doktor Nureddin Aitrit, që e kemi pas profesor, mundohemi ta shpjegojmë në formën më të mirë, më thjesht, inshallahu taala. Jemi tek mësimi të Tathhirul Bauli Sigar. Pra, hoxha e ka titulluar pastrimi i urinës së të voglëve, të fëmijëve, domethënë të vegjelve, qofshin ata meshkuj ose femra. Ka sjell hadithin që e kanë transmetuar Ebi Semhi radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min bawl al-jariyati wa yurashu min bawl al-ghulam akhrajahu Abu Daud wa Nisa'i wa sahahu Ibn Khuzaimah wal Hakim. Thot nga Ebi Semhi radiyallahu ta'ala anhu ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na urdhnoi, pra yughsalu min bawl al-jariyati, lahet ajo që e ka prekur ose është ndotur prej urinës së vajzës vogël, ndërsa kur është urina e një fëmijës të vogël, pra një bebe që është djalë, atëherë pastrimi bëhet vetëm bi katarat, do të thënë pak i bihet me ujë. Ne populli joni thot e stërpik pak me ujë. Edhe kështu bëhet pastrimi. Sipas këtij hadithi që e ka nxjerrë Abu Davudi, edhe Nisaiu, edhe ka thënë Ibn Khuzaimah, njëri prej ulemave që është sahih, edhe Imam Hakimi e ka radhit sikur hadithe sahih. E çfarë kemi ne këtu? Kush është ky Ebi Semhi? Ebi Semhi është një prej shërbëtorëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe transmetohet thotë kuntu khadiman nabiy sallallahu alaihi wasallam. Un kam qenë shërbëtor i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Faji'a bil Hasani aw al Husain. Tha erdhi Hasani ose Husaini, pra din nipnit e pejgamberit alayhis salatu wassalam, fa bala ala sadri. Pra urinoi njëri prej atyre nipënve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, urinoi tek Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam tek gjoksi i tij. Pra, ne këtu e shohim çfarë kujdesi ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam me nipnit e vet, me të vegjëlit që i ka pas në familjen e vet. Pra, nuk është qërtu, nuk është i dhnu, nuk i ka rahur, Zot na ruaj, as i ka i dhnuar që ato nesër mos mendojnë për me art e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fa aradu an yaghsiluhu. Edhe dëshironin, pra njerëzit që ishin përreth, t'ja lanin atë teshën pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha, pra qala farushuhu rashan fa innahu yaghsalu bawl al-jariyati wa yurashu bawl al-gulam. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, stërpikemi pak me ujë, se mjafton kur është urina e dvoglit, e ndërsa kur është urina e dvoglës, pra bebes, vajzë dvogël, ajo lahet, pra tesha atëherë lahet. Pra nëse, po më e thjeshtojmë pak më shumë hadithi, nëse thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tesha është përli me një urinë të një bebes djalë të vogël, stërpiket vetëm me ujë. Nëse është vajzë ajo bebja e vogël, atëherë duhet lahet ajo tesh. Pra kështu ta kuptojmë hadithin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam.
Tash, qëfar nxjerrim ne prej këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Qëfar dispozitash dalim prej këtij hadithit Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Thot dalla al-hadith wa abi samhi ala anna tathhiru ath-thawb min bawl as-saghir yakunu bi rash al-ma'i wa anna tathhirahu min bawl al-bint as-saghir yakunu bi ghasli. Tha hadithi puna e parë që mësohet është që obligohemi kur është urina për një vajzës vogël, obligohet ta lajmë atesh. Kur është urina për një djalit vogël, atëherë mjafton vetëm stërpiket edhe pastrohet tesha. Wa huwa madhhabu ash-Shafi'iyya wal-Hanbaliyya wa Ishaq ibn Rahawayh. Pra ki është medhhebi i Shafive dhe Hanbelive edhe Ishaq ibn Rahawayh. Pra ju çtash do të ndëgjoni disa emra të ri të njerëzve që s'kan mezheb për një ose për xhamatin e thjesht unë se kemi ndëgjuar këtë mezheb, po kanë qenë mezhebe por nuk kanë pas nxënës për me i vazhdu. E tash vin edhe një grup tjetër wa sababu hadha al-farqi an al-bawl dhakar yatanathar qataratun khafifa. Edhe thuan përse ne kemi këtë dallim, pra pse dallojmë urina është urinë, si te vajza, si te djali, pse duhet dallohet? Kto thuan, pra Shafit edhe Hanbelit, thuan që ne dallojna për arsye se urina tek vajza del shumë me njëherë, pra një sasi e madhe del me njëherë, ndërsa tek fëmia i vogël ose te djali i vogël, te bebja e vogël djal, del pika pika. Edhe për atë arsye nuk ka arrit sasinë e madhe të papastërtisë, për atë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë pastrohet me stërpikje të ujit. Pra kjo është meselja e parë. Çfarë kanë thënë Hanefit për këtë çështje? Wa dhahaba jama'atu min al-fuqaha'i annaha siwa'un fi wujub al-ghasli. Shumica e ulemave, prej tyre edhe Hanefit kanë thënë, pra një grup i madh i ulemave, kanë thënë, tesha duhet pastrohet, qoftë e urinës së të voglit, djal, qoftë e urinës vajzë të vogël. Përse? Wa huwa madhhabu al-Hanafiyya wal-Malikiyya wa sa'ir al-Kufiyin wal-Itra. Pra ki qëndrim është qëndrimi i mezhebit Hanefi, qëndrimi i mezhebit Maliki, edhe qëndrimi Ehlil Bejtit. Ehlil Bejti e dini kush janë. Pra janë familja e pejgamberit alayhi salatu wassalamit, e kanë pas këtë qëndrim që kundërshton pikërisht shërbëtorin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që çështja kanë qenë pika të caktuara të urinës. Për atë arsye i ka dajt Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur puna e ndarjes së asaj që është urinë prej vajzës të vogël apo është urinë prej një djali të vogël. Wastadalla al-fariq ath-thalith bil-qa'ida al-mujma' 'alayha anna tathhir an-najas yakunu bi izalatiha war-rash wan-nadh. Tha përse kanë shku mezhebi Hanefi të ki qëndrim edhe pse ki hadithi flet qartë kështu, thonë që urina me pëlqimin, me mendimin unik të krejt ulemave është papastërti. Edhe ajo si papastërti nuk duhet dallohet se është prej djalit, është prej vajzës. Edhe pastërtia më e madhe arrihet duke e lajt teshën të cilën e ka prekur urina. Qoftë për fëmijës të vogël, se për çfarë arsye, se ka një hadith tjetër, të cilën e transmeton Aisha radhiyallahu ta'ala anha, gruaja e pejgamberit alayhis salatu wasalam, thot e kushzon nëse ai fëmijë që ka urinu, duhet të qenë mos ketë ngrënë diçka. Pra kjo e kushzon hadithin edhe e bën hadithin të pra aplikueshëm, edhe merret si rregull i përgjithshëm që është urina është papastërti, qoftë e djalit, qoftë e vajzës. Ajo kërkon pastrimi. Ittafaqa bel ijma' ala najasati bawl as-saghir bi ittifaqi ala wujubi izalati an-najasa. Po ka një ittifak, ka një unanimitet të ulemave, qofshin Shafit edhe Malikit, ose Shafit e Hanbelit ka njëra anë, e Hanefit e Malikit ka ana tjetër, që urina është papastërti, edhe si atil duhet pastrohet. Wa anna takhsis al-hukm al-mukhaffaf bis-saghir qabla yataghadha bit-ta'ami lam yuthbat nasu bihi taqumu bihi al-hujja. Pra hadithi i cilin ne dëshirojmë ta sjellim si hadith që ka ardhur koha për me qenë ushqia i fëmijës ose nuk ushqi, është çështje që ne ne vërtetojmë atë. Duhet ta pjesësh nënën, duhet ta pjesësh babën, prandaj, a është papastërtia ati duhet largohet edhe tesha duhet të lahet. Jemi të qartë kjo çështje? Pra, mezhebi jon Hanefi, edhe pse është hadithi këtu, e kanë marrë rregullin e përgjithshëm, me të cilin rregull ulemat edhe në mezhebit Shafi, edhe në mezhebit Hanbeli janë unik që
urina është pa pastërti dhe si e atill duhet teshat lahet, basandit përdoret, qoftë për namaz, qoftë për punë tjera. Mendoj që hadithi është deri këtu i qartë. Tash kemi një hadith tjetër, hadithin e 28 me radhë, që transmeton an Esma'i binti Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fi dam al-hayd yusibu ath-thawb تحطه ثم تكرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. Transmeton Esmaja është muttafaq alej. Kur thona muttafaq alej, do me thonë edhe Bukhariu, edhe Muslimi janë të unik ose janë të bashkuar në rrugën e transmetimit hadithit, jo në fjalët e veta. Pra e kanë një rrugë të transmetimit edhe Bukhariu, edhe Imam Muslimi radhiyallahu ta'ala anhum jami'a. Çfarë thot Esmaja? Thot e pyetën pejgamber alayhis salatu wassalamin, pra do të vijë hadithi, shpjegimi i hadithit që ka ardhur një grua e ka pyet pejgamber alayhis salatu wassalamin për çështjen. Do e lexojmë edhe hadithin, pra sebepin e hadithit. Përse e ka thënë? Tha kema fi sahihaini wa ghayrihima an Asma'i qalet ja'at imra'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalet ara'aita ihdahunna tahudu fi thawb. Tha erdhi një grua te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Shife terbia e grave sahabëve. Kur ka ardhur një grua të pyesë për diçka që është shumë personale, nuk e ka bë publike emrin e asaj. Se nuk është tek ne, nuk është interesant emri kusho, po na duhet neve mësimin ta marrim. Nuk është e rëndësishme dihet cila ishte ajo grua që e pyeti. Çfarë e pyeti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? I tha o pejgamberi Allahut, ne kemi veç një palë tesha, edhe kur na vin për mushmet tona, pra menstruacionet tona, teshat tona i prekën gjaku i menstruacioneve. Tha o pejgamberi Allahut, çfarë të bëjnë ne me ato tesha? Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma, ta fërkosh ata, masande ta zhitish në ujë, pra ta lash me ujë mirë, thumma tandahuhu thumma tusalli fi, masande mundish ta thash ata e masande të falesh me ta. Pra ne flasim për një kohë ku sahabët edhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kanë qenë me një fukarallok që ne sot as nuk e imagjinojmë. Pra kush prej neve ka një paltesha? Unë kam pas një hoxh. Edhe ati kam qenë prezent në Damask. Shifni pak atë karakterin e hoxhollarëve, në atyre hoxhollarëve kalibrit lartë. Edhe përshëndeteshim mbas çdo dersi, përshëndeteshim me hoxhën për dorë. Kush sa mundte, se xhamat ose nxënësit shumë njerëz, ai nuk mund të krejt boshin një korridor dhe ne mundoheshim ta përshëndetim krejt hoxhën mbas ligjëratës që ai e mbante. Ju afru një njeri dhe i tha: "O hoxh, dua të t'i blej një palë katllëke." Katllëke, këtë i thuna katllëke, apo odella, një palë komplete. Kuri se haroj, kam qaj, kur e kam dëgju përgjigjen e hoxhës. Edhe çfarë i tha? I kam 3 palë, mjaftojnë mu. Një palë tha i kam për xhuma, edhe 2 palë i ndroj kur dal në emisionet televizive që i mbaj. Ai thonë, po unë kam qive edhe një palë për meti. Thotë, jo, stua. A insistuja njëri, di çfarë i tha? Billahi alek, bërtiti. Unë nervozu hoxha. Tha, don tha ti mu të mbojsh për atyre që lakmojnë për dunjan, unë se dua. Shive, pra, me 3 palë mjaftonte. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një palë tesha, me çato ishim thot. E tash kur e prekte teshën ton, ajo që ishte prej gjakut, çfarë ti bëjmë o pejgamberi Allahut? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, fërkojeni mirë, lajeni me ujë, masande lenin e thatë, masande veshin e ata. Pra, ki hadith është hadith i bas, po e kemi një hadith tjetër, të cilën e transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. An binti Yasarin qalet lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yukhrij ad-dam qala fa yakfika ghaslu ad-dami wala yadurru atharuhu. Dëgjojeni këtë hadith si u duhet shumë për jetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha një grua tjetër, o pejgamberi Allahut, po nëse nuk heket ke gjaku, e keni pa një herë, kur e pastrojsh ti, mirë po ngel pak ngjira dikundi. Ti e pastron prap ngjira ka ngel ati. Se flasëm për një kohë që s'kan pas detergjente, sikur ne sot që i kemi detergjentet, që e pastrojnë deri në fije e fundit detergjenti. Pra nëse ngelen duket gjaku, ose ngelen shenjat e gjakut ati, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, ti duhet ta lash atë 3 herë, me sebi jon do ta shihni si e ka. Me sebi jon është për mendimin tim, për ato që e kam studiuar unë thellë, është një hap para tjerëve.
mendon pak më ndryshe. Përveç se obligon larjen, e obligon edhe shtritjen. Është interesant kjo. Pra, pe këtu ulemat kanë thënë, ato maqina që nuk I shtritin 3 herë, nëse ka diçka në papastërtia ati, nuk është pastrue plot papastërtia për atyre teshave. Pra, përveç se obligojnë larjen edhe shtridhjen, obligon hadithi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, obligon gjithashtu edhe tharjen. Pra, kështu ishte në kohën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Çfarë kanë nxjerr hoxhallarët për këtë hadithi? Kanë thënë dalal hadithani ala najasati dam. Bajeni mend çka të mesele. Këto di hadithe thot nëse I kanë dhënë dispozit brenda është dispozita që gjaku është I papastër. Bajeni mend çka të haditha, se do vije mrapa, ke çështjet e abdesit do vije. Se dini ju meselen e madhe që bëhet mesin hoxhallarëve dhe që diskutojnë hoxhallarët nëse del gjak gishti, nuk të prishet abdesi, falu se ki abdes. Shifeni se këto di hadithe janë bazë të kjo çështje, thot hoxha jon këto. Pra, nëse diçka nxjerrin për dispozitave, gjaku është pa pastërti. Pra gjaku është obligohet pastrimi ati ose ndalja ati tek trupi. Do ta përsërisëm inshallah taala po të njëjtën çështje kur do vije se një mesele kam këtu. Këto jo medhebistët kur duan ta sulmojnë medhebin ton Hanefi, edhe çfarë thuan? Këto thuan se medhebi Hanefi nuk është mbështet në hadithe. Edhe thuan që medhebi Hanefi nuk I kanë mbri do hadithe. Hadithet janë. Që këta hadithe I ka diskutuar medhebi Hanefi. Pra nëse flasim për deni hadith që nuk I ka mbri mezhebit Hanefi, na nxjerrni cilët janë ata hadithe që si kanë mbrit mezhebit Hanefi. Pra gjitha këto hadithe që janë në për mezhebe tjera janë edhe mezhebi Hanefi. E mezhebi Hanefi I ka marrë dhe I ka trajtu dhe I ka diskutu dhe I ka spjegu në bazë të asaj që përshtaten me usulin ose me bazat e fikut Hanefi. Për çatë arsye mezhebi jon Hanefi dallon pi mezhebeve tjera ose bashkohet më shpesh me mezhebin Maliki. Për arsye se metodologjia të menduarit, kuptuarit hadithit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është një metodologji që e kanë zgjedh hoxhallarët edhe kanë thënë që kjo është e përshtatshme për me I nxjerr hukmet, dispozitat e sheriatit prej atij. Pra, e në njëherë po e kthej. Pra, nëse dikush na pyetën çfarë një fetva ta japim, ne do të themi fetvan që e kanë dhënë hoxhallarët e parë, të cilët e kanë kuptuar më mirë se unë, edhe sa I hoxha tjetër që është sot, hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E cilët janë ato hoxhallarë? Pejt Ebu Hanifja, Imam Maliku e kështu me radhë. Po ne pse ndjekim mezhebin Hanefi? Për arsye se është mezheb që na përshtatet edhe me formën e të menduarit, sot dhe është gjithë përfshirës, është universal dhe është I praktikueshëm në çdo kohë dhe në çdo vend. A jemi të qartë kjo mesele? Mirë. Tjetër çfarë kanë nxjerr hoxhallarët për këtyre di hadithe, istadallu bil hadithaini ala anna an-najasati inma tuzalu bil ma'i duna ghayri min al-ma'iyat. Thanë që për këtyre di haditheve kuptojmë që uji është ai që e pastron gjakun, edhe pastron pa pastërti tjera. Mirë po mezhebi Hanefi tha, uji është baza. Po edhe çdo gjë tjetër që mund të pastrojë më mirë se uji, ne japim përparësi. Mirë po uji është baza. E kuptoni tash pse mezhebi Hanefi dallon? Pra, e pranon ujin si mjet për pastrim. Mirë po thot nëse ka edhe një mjet tjetër që mund ta pastrojë si uji, edhe më mirë se uji, edhe atë e pranojmë për mjet për pastrimin. E tash kur shikojnë njerëzit tjerë vetëm këtë aspektin, thonë se mezhebi Hanefi nuk e mori hadithin. Jo, e mori hadithin. Punon me hadithin, e konsideron ujin si mjet për pastrim. Mirë po thot nuk ndalohet vetëm te uji, se sot o kiselina që të pastron ma thellë se sa uji. Edhe ajo një bazë pi bazat vetveta e ka uji, mirë po ka një mjet kimik brenda që është pastrimin e bën shumë më mirë se sa uji. E tash mezhebi Hanefi shkon një hap më andej, shkon një hap më përpara për me të thënë, nalo, nëse do të mendosh drejt, do të mendosh pak më thellë. Për këtë arsye, mezhebit Hanefi kanë ram, ose I kanë ram mbi qaf, që I thot populli, I kanë hinë hak duke thënë që jo, ndjekën logjikën, nuk I ndjek hadithet. Hadithin e merr, po shkon edhe një hap më shumë se hadithi. Edhe thot që çdo gjë që pastron si ujë ose më mirë se ujë, ne pranojmë si mjet për pastrim. A jemi të qartë deri këtu?
Allahu nderoft. Tjetër çfarë ka? Pra çfarë kanë nxjerr hoxhallarët? Kanë nxjerr që inma dhakara al-ma'u li'annahu aglabu fil istimal. Pra hoxhallarët e mezhebit hanefi kanë thënë përse ka përmend ujin në këtë rast, se uji ka qenë ai mjeti më shumë i përdoret në atë kohë. Pra pa mos e ngatru meselen me diçka tjetër. Del al-hadithani wa ghayruhuma an taharati ath-thawbi min an-najazati tahsul bi zawali 'ayniha wa dhahirihi. Edhe tha pastërtia e teshës arrihet duke e largu prej atij esencën e papastërtisë. Jo tërsinë asaj. Pra mund ngele shenjat e papastërtisë. Për shembull, e keni këmishë të bardhë, edhe të ka ra gjak këtu ke këmisha e bardhë, edhe ti ke shku e ke pastru 1 herë, 2 herë, 3 herë, e ke shtrit, mirë po ka ngel njoll i thuna në Shqip. Ka ngel njoll e gjakut, ka ngel të këmisha jote. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ta dëmton njolla pa pastërtinë tënde. Ti je i pastër përderisa e ke fut në atë procesin e larjes asaj këmishe ose asaj teshe që e ke pas, përderisa e ke kalu. Kështu mezhebet kanë marrë hadithin, kanë nxjerr hukme, kanë nxjerr dispozita për me na bën neve më të lehtë kuptimin e fjalës së Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hadithi çfarë përmban? Hadithi përmban 3 çështje. Çështjen e fërkimit, pra të fërkohet tesha, wa huwa mandubun, është gjë e pëlqishme. Li musaadati ala izal an-najasa, që të ndihmon ta largosh papastërtinë. Wal qarsu bil ma'i wa huwa wajibun. Zhitja në ujë, pra populli ka thënë ta topetish me ujë, ta mbushish me ujë, të kaloje ujë tek ajo tesh, ajo është vajib. Pra çështja e ditë ose meselja e ditë. Thumma al-ghuslu wa huwa mustahab. Masande larja që është e pëlqishme po ashtu, thumma al-amru bis salati. Masande ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për namaz. Ama kur kohë namazit. Pra, kjo çfarë ngelen wa huwa lil ibahati, kur të vije koha të falesh me atë teshën që ta kesh pastër. Pra, nëse don ti plotësojsh kushtet e namazit për me hinë namaz me atë teshën, duhet ta kesh pastru paraprakisht, duhet të ishte laj paraprakisht, duhet të ishte fërku paraprakisht, të jetë thaj dhe ti ta kesh vesh. Pra, në këtë rast Esmaja, vajza e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu. Inshallah jemi brenda kohës, hadis lutem që nuk dua shumë ta vënoj se edhe vëllezëri që e përcjelli. Mirë. Po e hapim tash një kapitull 3, kapitullin e abdesit. Këtu ka shumë mesele. Edhe do shifni edhe ju vetë se sa dallojnë mezhebet njëna pi tjetrës, edhe për atë që dhe njëherë më keni ndëgju mu kur u thëm djemve 3 poshtë ke programi një qaj me hoxhën, kur u thëm mbahuni një mezhebi. Edhe do kush për janë dhe dhëtë pse be ki jep ka shzort mbahuni mezhebi. Veç për abdesin do të shifni sa mesele ka. Për atë të mbajsh një mezheb është lehtësi për ti, ta gjesh rrugën më kollaj, ta kuptojsh fjalën e Zotit xhaleshanut dhe të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Se mezhebi nuk është gjë tjetër vetëm se zbërthimi i asaj që e tha Allahu, shkurtimi i rrugës deri tek dispozita që i ka thënë Zoti edhe që ka thënë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pa kapitulli i abdesit. Çfarë është abdesi? Unë dua veç ta kuptoni gjuhësisht çfarë do të thonë një abdesi. Pra wudu arabisht. Ne e përdorim abdes. Unë mendoj që duhet ndrohet kjo. Se abdes nuk është fjalë arabe. Abdes është fjalë persiane. Edhe kanë marrë edhe turqelit e kanë përdor, edhe e kemi shqiptarizuar ne abdesin. Unë mendoj që duhet ta përdorim wudu. Wudu arabisht me përkthi shqip bukfalisht. Idha sara wadian ay hasanan nadhifa. Kur njeriu merr wudu, do me thanë është bë wadian i pashëm edhe i pastër. Pra, vetë shpreja abdes do me thonë pastërti edhe bukuri me i dhanë njerit. A e keni pa kur marrë shembull ke pas një paraditet ngarkume. E ke falë sabahun, e ke pas një paraditet ngarkume, një termin këtu. Unë e kam me një palë agje, me një palë këtu, kam bët 23 km brenda Vjenës, jam këthi prap, edhe vinë namazi drekës, marrish abdes. Subhanallah. Ti marrish abdes si kur të vinë, ne dhe una andaj ka të toava të vinë qerja. Të jep një nur tjetër ta jep Zoti xhella xhelalu. Vetëm se marrish abdes, alas që lidh. Pra shifnja,
provojeni, mbas që të keni një ditë pak ngarkume, merr një abdes dhe shifni veten pasqire, para edhe pas. Do ta shifni se ndryshon edhe pamja jote. Ta jep Zoti xhalleshanu një nur që se ke pas para se me marr abdesin. Për atë arsye wudu është ma e përshtatshme me u qujt, unë prap do të vazhdoj ta quajt abdes për me kuptuar gjithë secili se për çfarë jemi duke fol. Në aspektin terminologjik të fjalës, çfarë do të thonë wudu? Do të thonë të lahet wajh, yadain ila al-mirfaqain, krahët deri në mbrilla. Meshu ras, prekja kokës me dorë të lagët, wa ghaslu rijlain ila al-ka'bain, edhe larja e këmbëve deri mbi zogun e saj. Tash, për me kuptu, ka kanë marrë këtë definicion, ka një ajet kuranor. Pra farzet e abdesit janë përmend në Kur'an. Edhe këto që janë përmend në Kur'an, mes mezhebeve nuk ka diskutime. Janë preme. Janë 4 farze. Allahu xhelal ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsulu wujuhakum." O ju të cilët keni besuar, kur çoni për namaz, pra për të fal namaz, faghsilu wujuhakum, lani fytyrët tuaja, wa aydikum ila al-marafiq, dhe lani dorët tuaja, pra I ka thënë dorë komplet, krahët, ne I thuna, komplet deri mbi brylla. Wamsahu bi ru'usikum, dhe prekni me dorë të lagurt një pjesë të kokës tuaj. Wa arjulakum ila al-ka'bain, edhe kamën deri mbi zogun e kamës, pra deri këtu tek zogu I kamës. Kjo është fars se Zoti e ka përmend në Kur'an. E tash hoxha çfarë ka sjell këtu? Pra Ibn Hajar al-Asqalani edhe këtu hoxha jon masande Nuruddin Itri e kanë sjell hadithin që pejgamberi alayhis salatu wasalam, hadithi 30 me radh, an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala, nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ala kulli wudu. Nëse nuk do t'ja vështirësoja ummetit tim, ka thënë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk do t'ja vështirësoja ummetit tim, do t'ja obligoja miswakin, siwaki thuan arabisht, miswakin para çdo abdesi. Inde kulli wudu, në çdo abdes që e merraj, do t'ja obligoja miswakin. E dini miswakin çfarë është? Tamam? Mendoj që s'ka nevojë për me spjegu misfakun që është, pra që druni që I pastrojmë dhëmbët zakonisht është rënja njëri për drunave, edhe është shumë I dobishëm për dhëmbët, po edhe për mishin e dhëmbët. Do të përmendim disa pi haditheve pejgamberi alayhis salatu wasalam. Hadithin e kanë nxjerrë Imam Maliku edhe Ahmedi wa sahahu Ibn Khuzama, e ka bë hadithin sahih Ibn Khuzama, wa dhakarahu Bukhari ta'liqan, e Imam Bukhariu e ka përmend në mënyrë tërthorase, duke përmend vetëm, pra duke I anashkalu të gjithë ata cilët e transmetojnë hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Çfarë nxjerrim prej hadithit? Do të mundohem pak më I shkurt je. Del el hadithu ala hadd al qawi al muakkad ala istimal al siwak. Hadithi na thot neve që para abdesit, pra na ka nxit pejgamberi alayhis salatu wasalam të pastrojmë dhëmbët. Po sa herë marrim abdes? Ne marrim abdes 5 herë në ditë. E a ka dhe një fe në dunja që e ka këtë pastërti, dashrit e mi. Edhe mu vjen keq kur muslimanët alajt diskutojnë, a I lajnë dhëmbët sabah, si lajnë dhëmbët sabah. A I lajnë dhëmbët në ksham, a si lajnë dhëmbët në ksham. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, I dashuri jon na obligoi 5 herë në ditë. Pra sikur mos t'ju bëhet e vështirë muslimanëve. Pra Resulullah sallallahu alaihi wasallam se sikur të kishim thënë na obligoi, do ishte bë vajib. Po pejgamberi alayhis salatu wasalam I tha, duke ja tërhek atë vështirësinë, pra mos me vabot rand fen muslimanëve. Sikur mos të ishte ardhur rand muslimanëve, do t'i obligoja ata 5 herë në ditë t'i lajnë. E çfarë ngelën kjo? Ngelën sunet. Suneti pejgamberi alayhis salatu wasalam. Pra kur e tash, cila koha kur duhet ose kur është sunet bëhet miswaki ose siwaki dhëmbëve, larja me miswaki dhëmbëve, e tash këtu kanë shku Shafite dhe Hanbelit ila sunniyati siwaki indi kulli wudu'in wa indi kulli salah. Tash kemi hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur mos ja vështirësoja ummetit tim, I ngjashëm hadithi. Do t'u obligoja atyre miswakin në çdo namaz. Pra di hadithe, një në çdo abdes, tjetri në çdo namaz. Hanbelit dhe Shafit kanë shku I kanë marrë të di hadithet e kanë thënë, është sunet e në para abdesit e në para namazit. Mezhebi Hanefi ka thënë jo.
Ka thonë mjafton nëse bëhet para abdesit. Përsea, kur e kanë pyet përsea ju thoni vetëm para abdesit. Mezhebi Hanefi ka thonë miswaki është për pastërti, pra. E pastërtia bëhet me abdesin. S'ka ma nevojë të bëhet te namazi. Pra është diçka që pejgamberi alayhis salatu wassalami, pra me kuptim është transmetuar hadithi, që do me thonë, në çdo namaz, pra në çdo abdes që bëni me marr për namazin tuaj. Kështu e kanë komentuar hadithin Hanefit. E tash dikush kur të marrë këto di hadithe, e ndo thotë njëri hadith thot para çdo abdesi, tjetri hadith thot para çdo namazi. Çfarë të bëjmë? Mezhebi Hambeli dhe Shafi kanë thonë edhe para abdesi edhe para namazi. Pra sa u bën ato 10 herë. Mezhebi Hanefi thotë jo, hadithet janë të ditë njëjtat, po kuptimi i hadithit duhet merret ndryshe. Çfarë kanë thonë? Wa dhahaba al-Hanafiyyatu ila anna sunnata ma'a al-wudu wa la yusannu 'inda as-salati. Hanefit kanë thënë sunet kur të marrësh abdes. Jo, nuk është sunet kur të bëhet këtë vije koha namazit. Wa istadallu bi hadithi ma kulli wudu, e kanë argumentuar me atë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tha në çdo abdes. Inda kulli salatin bi annahu muqayyadun bi hadith. Tha hadithi tjetër që inda kulli salat në çdo namaz është i kufizum ose i përkufizum me hadithin që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo abdes. Pra, a e kuptoni dashurit e mi se sa thellë kanë mendu ulemat. Edhe vinë tash njëri si puna ime ose si puna dikujt tjetër në këtë shekull, edhe thotë s'na duhen neve mezhebet. Don ta hudhe 1400 vjet punë të hoxhallarëve. E thotë s'na duhet neve. Ne mundim vet Kur'anin e hadithin ta kuptojmë vet. E pamundshme është. Kanë bën një punë kolosale ato që kanë qenë përpara nesh. Ne çfarë duhet bëjmë? Veç ta marrim atë dhe ta fusim praktik në atë formë ose në njërin mezheb që është i përshtatshëm për ne. Dhahirul hadithi an al-hadd al-siwak yashmal kull al-awqat wa awqat al-fitr. E tash. Hoxhallarët kanë thënë. Shivesh tash ke mezhebet prap dallojmë. Po mirë, miswaki kur jemi agjerueshëm, këtë në rregull. Ndash e bën 5 herë, ndash 10 herë, s'ka problem. Po kur ti je agjerueshëm, kret ulemat, edhe në mezhebit Hanefi e Maliki, edhe në mezhebit Shafi e Hambeli kanë thënë gjatë kohës agjerimit duhet kemi kujdes me punën e miswakit. Mezhebi Hambeli edhe mezhebi Shafi kanë thënë në kohën e agjerimit mos e bani miswakin. Pse? Se kanë thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë alladhi nafsi bi yadihi. Pasha ato që shpirti im është në dorë të atij. La khulufu fammi as-sa'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Era e agjerusit, era që del pi gojës së agjerusit është më e dashur te Allahu dhe xhelal se era e miskut. Hadith sahih. E thuan në Ramazan mos bani miswak. Hanbelit edhe Shafit. Mezhebi Hanefi thotë jo. Kjo është mënyrë metaforike, se Zoti Xhella Xhelalu Xhelashanu edhe pse jemi agjerueshëm don pastrimin tonë. Edhe kanë thënë ngelet miswaki sunet përpara çdo abdesi. Pra shifni sa ma thellë shikojnë edhe mendojnë Hanefit për mezhebeve tjera ose për di mezhebeve tjera në këtë rast. Mirë, këtu hoxha folën për atë se sa feja islame ka dhënë rëndësi pastërtisë, që nisa unë në fillim 5 herë brenda ditës me miswak, të jetë suneti çdo muslimani ta mbajë një miswak me vete. Edhe miswaki çfarë është? Bakteriet brenda i vret vet. Nuk është sikur fërçja që e përdorim fërçën e dhëmbëve që duhet mbas çdo kohë ta largosh edhe ta ndrosh ato çdo di muaj, çdo 3 muaj, varet pi llojit fërçës që e ke. Miswaki edhe ai harxhohet, ama ai i mitën mikrobet vet, nuk ka mikrobe, nuk jeton mikrobe në ta. Kjo është ajo që Zoti Xhella Xhelalu Xhelashanu ja ka dhënë atij dron. Mirë, një diçka, çfarë ka dalë pe kësaj ose kur janë kohët që preferohet bëhet miswaki, ka hadithe edhe tjera që e përmendën Aisha radhiyallahu ta'ala anha, një hadith pe pejgamberin alayhis salatu wassalam që e transmeton vet Aisha, gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë as-siwaku mutahharun lil fammi. Miswaki është pastrim për gojen, wa mardatun lir-rabbi. Edhe e knaqën Zotin Xhella Xhelalu. Se Zoti don të na një herë mirë neve të na vijë. Këtë don Zoti Xhella Xhelalu për neve. E kur preferohet bëhet miswak, kanë thënë inda iradatin nam, para se me fjet, shife. Para 1400 viteve o njerëz. Para se me fjet, inda istiqadhi min an-nam, kur çohesh pe gjumit. Inda qira'atil Kur'an, kur të lexosh Kur'anin.
Inde dukhuli l-bejt, kur t'hish në shtëpi, pra të t'vjera mirë, mos vjera keqe që ke hangër jashtë, ta din që ke hangër, a ke hangër në esient jashtë, për asaj që bën në shtëpia, pastroje para se me him në shtëpinë tënde. Inde khuruji li salat, kur dalësh për namaz, kullama marra ala siwaki fatra, ba'idatun yataghayyaru fiha al-famu, edhe sa herë që t'kaloje një kohë, për përdorimit misvakit, ktheje dhe përdora atë prap, se vetëm mirësi do të kesh. Ne këtu po e ndalim, por me hap një temë tjetër javën tjetër që është shumë e rëndësishme, është si duket abdesi. Në hadithet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Allahu dhu xhelalu shpërbleft për kohën, jam mundu të flas më shpejt inshallah taala, e kam rujt atë kohën që e kemi marr parasysh që të jemi bashkë në mësimin e mezhebit Hanefi në bazë të haditheve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Falenderit për kohën, falenderit gjithë atyre që përshpërndajnë edhe e përhapin këtë fjalë, edhe këtë mësim. Zoti ju ruaj, ju begatoh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.